Ndëruar shikues, në mbrëma do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri bashkëbisedon online me qytetarët, lajmëron hapjen e grup kapitujve të tjerë, si dhe planin për shtjerimin e hapësirave publike në Tiranë. I penduari i drejtësisë Erion Alibej vijon dëshminë për krimet në Elbasan dhe Durrës, u paguan qindra mijëra euro për goditjen e bandave kriminale. Maturantët në gjithë vendin i nënshtrohen provimit të dytë atij të gjuhës së letërsisë, testimi i radhës do të jetë në lëndën e matematikës. Eran Sojli është finalisti i dytë i Ferma VIP, aktorit i buzëqesh Shifati nga Hajmalia e Agajit, Esteri mbylli rrugtimin pas eliminimit nga votat e publikut. Vjojmë gjërësisht, Shqipëria pritet të hapë brenda pak javësh të tjerë grup kapituj, duke avancuar në procesin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Lajmin e dha kryeministri Rama në rrjetet sociale, ku ka njoftuar se ka nisur puna për samitin e NATO-s që mbahet pas 2 vitesh. Kryeministri Edi Rama ju rikthye pas zgjedhjeve komunikimit me qytetarët në rrjetet sociale, lajmëroi se brenda pak javësh do të hapen negociatat për gjithë kapitujt që nevojiten për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një ditë pasi presidenca polake e Këshillit Bashkimit Evropian i dërgoi qeverisë shqiptare letrën për çeljen e bisedimeve për grup kapitullin numër 4, lideri i mazhorancës Rama deklaroi se procesi i hapjes së kapitujve është në rrugën e mbar. Kemi lajme të mira nga fronti i negociatave dhe besojmë që së shpejti do të marrim lajmin e hapjes një tjetër grup kapitush dhe sipas ambicjes dhe planit të hapim pastaj dhe grup kapitullin e fundit në mënyrë që të kemi të gjithë grup kapitull të hapur. Në këtë komunikim me qytetarët, kryeministri Rama zgjodhi të shpjegojë disa nisma që lidhen me kryeqytetin dhe hapësirat në Tiranë. Jemi duke punuar me Bashkinë e Tiranës për një plan të ri të pastrimit të të gjitha hapësirave brenda lagjeve, nga të gjitha llojet e zaptimeve, duke filluar nga një zaptim i tmerrshëm dhe i patolerueshëm me trar dhe me marrje dhe dhënie biletash për të parkuar makinën, sepse dikush thot unë kam një pronë këtu. Nuk mund të kesh ti një pronë aty dhe ta përdorësh pronën si të duash, duke i vënë traun qytetarëve që jetojnë në një blok banimi. Një tjetër projekt i qeverisë shqiptare që u lajmërua sot nga kryeministri Rama ka lidhje me futbollin. Jemi në një diskutim së fundmi për të sjellë në Tiranë edicionin evropian të Globe Soccer Award. Dhe do jetë fantastike që për shembull çmimin e futbollistit më të mirë të vitit nga Globe Soccer Lamine Yamalit, fjala vjen, t'ja japin këtu në Tiranë. Në këtë komunikim, kryeministri Edi Rama shpjegoi se qeveria ka nisur që tani përgatitjet për samitin e NATO-s që do të mbahet për herë të parë në Tiranë në vitin 2027. Kryeparlamentarja Elisa Spiropali ka deklaruar këtë të martë se objektivi për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 është i mundshëm, ndërsa për ministrin e jashtëm Migli Hasani, zgjerimi i Unionit është i rëndësishëm edhe për vetë Europën. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali deklaroi se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 5 viteve mbetet prioritet i qeverisë shqiptare. Gjatë punimeve të asamblesë parlamentare të procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore, Spiropali vuri në dukje se brenda këtij muaji do të çelin të gjitha kapitujt e nevojshëm për antarësim, duke theksuar se ambicia e Shqipërisë është mbështetur edhe nga Brukseli. Objektivi ynë strategjik kombëtar për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027 në Shqipëri dhe për t'u antarësuar brenda vitit 2030 ka gjetur mbështetjen e Parlamentit dhe Komisionit Evropian, si dhe po fiton mbështetje të gjerë nga vendet anëtare. Ndërsa shefi i diplomacisë shqiptare Igli Hasani vlerësoi rolin e parlamenteve në procesin e integrimit. Ne besojmë fuqishëm se zgjerimi i Bashkimit Evropian mbetet një nga projektet më të suksesshme paqes në histori. Për Evropën juglindore, ai është më shumë se një objektiv politik,
është një domosdoshmëri strategjike. Rruga drejta ndarësimit duhet vazhdoj të bazohet në kriteret qarta, reformat besueshme dhe respektimin e vlerave themelore. Shqipëria mban presidencën e radhës të procesit të bashkëpunimit për Europën Juglindore dhe në sesionin e sotëm në Tiranë morën pjesë delegacione nga Bullgaria, Turqia, Rumania, Slovenia, Kroacia, Mali, Bosnje e Hercegovina, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka sqaruar këtë të marrë detajet e rinumërimit. Ai ka thënë se procesi për qarkun e Tiranës dhe Fierit nuk ka nevojë për parashtesë pasi janë kursyer 3 milion euro nga votat e diasporës. Javën e ardhshme do të nisë rinumërimi i votave për qarkun e Tiranës dhe të Fierit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi, gjatë një komunikimi me gazetarët, sqaroi se stafi i KQZ-s do të numërojnë total 610.000 vota. E procesi do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Ohoti. Kemi vlerësuar që ky ligj procedura do të marrë paktën për qarkun e Tiranës dhe për qarkun e Fierit. Do të marrë ndërmjet 18 dhe 20 ditë. Duke marrë parasysh kohën që kërkon procesi i rinumërimit, si dhe procesi i ankimimit në kolegjin zgjedhor, Celibashi parashikon se rezultati përfundimtar i zgjedhjeve mund të dalë rreth mesit të muajit gusht. Do të vazhdojmë pa ndërprerje, gjithë administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të jetë në punë. Kemi anulluar edhe lejet vjetore për gjithë stafin e KQZ-s dhe duket që të paktën edhe gjysma e parë e muajit gusht do të na gjejë të angazhuar me procesin zgjedhor të 11 majit. Sali Berisha është pyetur këtë të martë në prokurorinë e posaçme në lidhje me disa deklarata që ai ka bërë për gjyqtarin Irena Gjoka. Ky e fundit e ka paditur për shpifje, por kreu demokrat ka thënë se nuk ndryshon qëndrim, duke shtuar se gjyqtarja e ka vendin në burg. Irena Gjoka, gjyqtarja që firmosi izolimin e kryetarit Partisë Demokratike për rreth një vit në shtëpi, ishte shkaku për cilin Sali Berisha u paraqit sot paradite në SPAK. Prokurori Elvin Goka, i cili po zhvillon hetime paraprake mbi një kallëzim të gjyqtares Gjoka, mori në pyetje për 50 minuta liderin e opozitës për të gjitha deklaratat e tij. Në përfundim të seancës në SPAK para medjeve, Sali Berisha përsëriti të njëjtat akuza ndaj gjyqtares Irena Gjoka. A keti ndonjë bisedë me Alket Hyssenin të cilën flitet për 500.000 euro për rishpet për të hequr nga klasifikimi si grup kriminal, apo e ke me Mirel Bërkin? Tani këtë Irena me 5 mbiemra e ka marrë si fyrje. Irena një mashtruese ordinere, një delinkuente klasike, një person që ka bërë në burg dhe në qeli për ato që ka bërë, e nxitur nga Edi Rama dhe Albin Troplini, lën patin ndaj meje për fyrje. Berisha përsëriti se gjyqtarja Irena Gjoka duhet ishte shkarkuar, pasi ajo është dënuar nga gjykata në Greqi dhe ka fshehur këtë dënim në formularin e dekriminalizimit. Pas paraqitjes në SPAK, Berisha u rikthye në selinë e Partisë Demokratike. Gjatë një konferencë me gazetarët ai publikoi një video, duke pretenduar se në një qendër votimi në një fshat të Elbasanit, fletët janë vulosur për të përdorur në skemën e trenit bullgar. Shkon tani merr dhe vulën tjetër. Ja është, vula tjetër. Po të fleta votimit, vendos vulën tjetër, për të përgatit trenin bullgar. Ja kur palas fletën e votimit, e futi poshtë banakut. E fut në banak, poshtë. Nuk besoj se len më shteg për dyshimin më të vogël. Përdorimi i trenit bullgar në këto zgjedhje si një nga mekanizmat. Partia Demokratike pretendon se në zgjedhjet e 11 majit është përdorur skema e trenit bullgar, një skemë që parashikon se një forcë politike, pasi nxjerrja e qendrës së votimit një flet të rregullt e plotson. E këtë flet plotësuar i jep zgjedhësve duke u kërkuar të nxjerrin jashtë fletën e tyre të votimit të paplotësuar. Hakmarrja për vrasjen e vëllait e çoi Erion Alibein në seri krimesh të rënda. Ai ka treguar në gjykat pagesat e bëra për ekzekutimin e personave që ishin përfshirë në atentatin ndaj familjarëve të tij.
I penduar i drejtësisë Erion Alibej ka vijuar dhe këtë të marrë dëshminë e tij përpara gjykatës së posaçme lidhur me masakren e Bradasheshit, ndodhur me 29 dhjetor të vitit 2018, ku u vra vëllai i tij Endrit Alibej, xhaxha i tij, si dhe një mik i tyre shtetas turk. Alibej ka dhënë detaje për vrasjen e Dorian Shkozës, për të cilën tha se kishte paguar deri në 100.000 euro, ndërsa armen ja kishte gjetur një person që e thërriste hoxh. Sipas tij, në planin e hakmarrjes, ai vendosi lidhje me personazhe të tjerë të krimit, si Nureddin Dumani, Plaren Dervishi e të tjerë. Për Dorian Shkozën kam paguar 100.000 euro. Nga hoxha jam bler disa armë, varionin çmimet nga 500, 1.000 deri 3.500 euro. Me Nureddinin flisja për Taloçelën, që pas vrasjes së Dorian Shkozës do u bënte i gjallë apo jo. Gjithashtu vijoja investigimin për Altin Docin. Ky shkonte shpesh në Durrës tek vëllezrit Haxhia. Në Sky ECC më shkruan Plaren Dervishi. Kam pasur kontakt me të. Ai kishte kodet Barcelona dhe Ghost. Plarenti më tha, mbohet qefi që e ke gjetë Taloçelën. Unë u habita nga e dinte ky, pastaj u kujtova që Plarenti kishte shumë muhabet me Festim Qolin. Alibej kishte dyshime se Altin Doci dhe Besmir Haxhia ishin të përfshirë në ekzekutimin e vëllait të tij, ndaj tregoi si u organizua atentatin ndaj tyre, ku pagoi deri në 150.000 euro. Kishim një makinë Toyota të vjedhur që e kisha bler në Shijak. Ja dhash Nureddinit dhe armët që ai donte. Ja dhash tek pazari i Rogozhinës. Ishte me Klevi Sallën kur e mori. Më pas Nureddini kërkoi dhe 50.000 euro. Ja çova me një mikun tim dhe i çova 150.000 për të vijuar. Këtë e bëra që dhe Nureddini të shikonte që unë kisha lek dhe të kishte besim. Në këtë atentat shënjestër ishte Besmir Haxhia dhe Altin Doci, por jo Viktor Haxhia. Doci kishte zbritur nga makina, në vendngjarje mbeti plagosur dhe njëri prej autorëve Klevi Salla, i cili më pas u bë gjithashtu bashkëpunëtor i drejtësisë. Alibej shtoi se gjatë kësaj kohe ka biseduar dhe me Mirin e Pojës, dyshohet se bëhet fjalë për Fatmir Troplinin, i cili i kishte thënë se Klevi Salla ka filluar të flasë. Alibej tregoi edhe për platformat e koduara që përdorte. Ndërkohë ka rrëfyer dhe gjurmimin e vazhdueshëm të Taloçelës që fshihej në banezën e vëllezërve Haxhia. Pas vrasjes së vëllezërve, mora vesh që Talo kishte qëndruar tek shtëpia e Haxhieve, kur mësova në televizor që Klevi Salla po nxirrte emra. Nureddini në këtë kohë u shkëput dhe bashkë me familjen e tij rrinte në Spillet, tek Vjerra. Ai se dinte nëse po flitej për të, pasi shkoi dhe policia në banesë, por ai kishte ik. Flisja gjithë kohës me të në Sky ECC. Ndër të tjera, Alibej tha se dhe Riger Soruna i vrarë në vitin 2020 ishte i lidhur me grupin që i vrau familjarët, duke i dhënë informacione për lëvizjet e tyre. Mbi 27.000 maturantë në të gjithë vendin janë nënshtruar provimin të gjuhës dhe letërsisë. Testimi ka zgjatur 2 orë gjysmë dhe nxënësit kanë thënë se ishte i nivelit mesatar. Maturantët kanë përfunduar tashmë testin e dytë, atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Niveli sipas tyre ishte mesatar, megjithëse natyra subjektive e përgjigjeve në letërsi i frikson disi. Provimi nivelit mesatar, po pa tjetër duhet kishe mësuar, se kishte edhe pyetjet vështira, më thënë drejtë. Mendoj se pyetjet ishin në rregull, nuk ishte shumë pyetje trajtës subjektive. Jo, shumë i qetë dhe shumë mirë shkoi si proces, gjithçka shkoi mirë. Provimi ishte relativisht i pranueshëm, me thënë të drejtën ne e prisnin që t'ishte akoma më i vështirë, por që ja dole me sukses. Për mua letërsia është pak më komplekse. Nuk ishte shumë i vështirë vërteta, ishte i nivelit të nevojitur për atë lloj provimi. Ndërkohë si çdo vit, teza e gjuhës shqipe dhe letërsisë është publikuar pak pas nisjes së provimit. Varianti B ka qarkulluar menjëherë në rrjetet sociale. Maturantët pasi dolën nga provimi konfirmuan se teza ishte e njëjtë. Po. Provimi gjuhës shqipe dhe letërsisë zgjati 2 orë e 30 minuta. I radhës është provimi i matematikës një javë më pas në datën 17, ndërsa provimi me zgjedhje do të zhvillohet më 24 qershor. Aktori Eran Sojli është finalisti i edicionit të dytë të Fermës VIP-ave, ndërkohë Ester ka mbyllur rrugtimin pasi u eliminua me votën e publikut, i cili vendosi të mbante në lojë Yllin dhe Elinarën. Surprizat në spektaklin e së hënës kulmuan me vizitën në fermën e prindërve të Big Bastës. Spektakli 21 Prime i Ferma VIP në ekranin e Vision Plus solli emocione të forta për fermerët dhe publikun. Një natë që nisim me tensione dhe përfundoi me surpriza, vendime të papritura, largimin e një prej fermereve më të komentuara, si dhe shpalljen e finalistit të dytë. Atëherë urime Eran, ti je zyrtarisht finalisti i dytë i Ferma VIP 2.
Pas televotimit të hapur të premten, publiku kishte në dorë fatin e fermerëve. 4 më pak të votuarit, Ylli, Elinara, Ester dhe Andrea, u përballën në një sfidë vendimtare. Sfidë nga e cila Andrea rezultoi fitues, ndërsa 3 fermerët e tjerë i priste një tjetër televotim. Fituesi i sfidës është Andrea. Por Agai si gjithmonë u tregua surprizues. Erandit si një prej 3 konkurrentëve më të votuar ju dha hajmalia e fatit, nëpërmjet të cilës do të duhet të merrte një vendim të rëndësishëm që ndryshoi rrjedhën e lojës. Erandi kishte 2 mundësi: të shpallej automatikisht finalisti i dytë ose të shpëtonte një nga fermerët e rrezikuar për ta sfiduar më pas për një vend në finale. Jem finalisti i dytë. Ai zgjodhi të siguronte për veten vendin në finale, duke i lënë 3 të tjerët në dorë të televotimit të publikut. Në fund të votimit, Esteri ishte ajo që u largua nga gara, duke humbur mundësinë për të qenë pjesë e finales së madhe më 20 qershor. Ester. Largimi i saj u shoqërua me emocione të forta, ndërsa televotimi mbeti i hapur për të zgjedhur finalistin e tretë mes Big Bastës dhe Anduelit si 2 më të pëlqyerit e publikut. Anduel dhe Big Basta. Teksa numërimi i ditëve mbrapsht ka nisur, spektakli së hënës nuk kaloi pa surpriza. Rrëfimi i linjës së jetës së Big Bastës shpalosi një tjetër anë të ndjeshme të fermerit. Fëmijëria ime ka qenë e mrekullueshme. Ndërsa një vizitë e veçantë nga prindërit e tij i dhuroi një prej momenteve dhe kujtimeve më të bukura në rrugëtimin e Ferma VIP. Në përfundim, siç është kthyer tashmë në tradit, ferma u mbyll me muzikë të bukur dhe momente argëtuese, ndërsa gjatë kësaj nate u konfirmua edhe një herë se loja po hyn në fazën më të nxehtë, ku çdo vendim, debat apo emocion ndikon drejt për drejt në rrugën drejt finales së madhe. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.